Islami nëpërmjet haditheve 3. Përgojimi dhe bartja e fjalëve. Rafen Ebu Hurejre. I dërguari i Allahut pyeti: a e dini se ç'është përgojimi? Sahabët u përgjigjen: Allahu dhe i dërguari i tij e din më mirë. I dërguari i Allahut tha: është përmendja e vëllait me diçka që nuk i pëlqen atij. Kur sërish e pyetën: po nëse ajo që themi për të është e vërtet? I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, tha: nëse ajo që thua për të është e vërtet, atëherë e ke përgojuar. Nëse nuk është e vërtet, atëherë ke shpifur për të. Sipas transmetimit të Ebu Berze el-Eslemit, i dërguari i Allahut ka porositur: o ju që keni besuar me gjuhë, ju në zemrat e cilve nuk ka hyrë besimi, mos i përgojoni muslimanët dhe mos zhbironi gjendjet e tyre të fshehta, sepse kushdo që zhbiron gjendjet e fshehta të tyre, edhe Allahu zhbiron gjendjet e tij të fshehta, dhe atë që e zhbiron Allahu e turpëron edhe në shtëpinë e tij, duke ja shpalosur ato që ka bërë fshehtas. Sipas transmetimit të Ebu Hurejres, i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, ka thënë: njeriu i mjafton si mëkat të thotë gjithçka që dëgjon. Sipas transmetimit të Mugire ibn Shubes, i dërguari i Allahut ka thënë: padyshim, Allahu i lartë madhëruar ju ka bërë haram mungesën e respektit ndaj nënës, varrosjen e vajzave për zgjalli, dhe të mos bëni atë që ju takon e të kërkoni atë që nuk e meritoni. Dhe 3 gjëra i ka konsideruar të shëmtuara për ju: pashethemet, dëmtimin e pasurisë. Sipas asaj që ka dëgjuar Hudhejfe, i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, ka thënë: nuk do të hyjë në xhenet ai që bart fjalë mes njerëzve. Aishja, njeri i rrallë që i dërguari i Allahut e ka cilësuar si më të dashurën e njerëzve për të, edhe e cila pati nderin të jetë nënë e besimtarëve në moshë të re, Aishja nuk ishte vetëm një bashkëshorte besnike, por edhe një nxënëse e mrekullueshme me inteligjencë dhe memorie të fuqishme, e kultivuar në edukimin e të dërguarit të Allahut. Vetë Aishja u transmeton gjeneratave pas saj herë lëvdatat dhe mirënjohjet e të dërguarit të Allahut për të, herë sjelljet e saj që kanë shkaktuar vërejtjet e tij. Një nga rastet që e përcjell vetë ajo kishte të bënte me Safije bint Hujej, njëra nga bashkëshortet e të dërguarit të Allahut. Hazreti Aishja, e cila mes bashkëshorteve të dërguarit të Allahut ishte më e dhëna dhe përkushtuara pas tij, teksa ishte bashkë me të një ditë, ndoshta nga xhelozie që e kishte në natyrë apo nga dashuria e tepërt për të shoqin, foli fjalë të pakëndshme për Safije bint Hujejen, duke bërë një shenjë me dorë që aludonte për shtatin e shkurtër të Safijes, i tha të dërguarit Allahut: o i dërguari i Allahut, ty të mjafton kjo gjë te Safija. Këto fjalë, që sa do të pafajshme ishin në cilësinë e përgojimit të dikujt, mjaftuan që i dërguari i Allahut i tërhiqte vërejtjen e Aishës, duke i thënë: e një fjalë të tillë që sikur të përzihej me detin, do ta prishte ujin e detit. Njeriu ndonjëherë, duke mos dashur ta ndajë me dikë atë që do, për shkak të xhelozisë për të, mund të thotë fjalë mizore që ta nënçmoj, ta ofendoj, ta ul tjetrin. Flet pas shpinës së tjetrit, duke vepruar me një instinkt që buron herë nga urrejtja, herë nga padia, pa marrë parasysh se sa do ta lëndonin tjetrin ato fjalë. Ashtu si në rastin me nënën tonë, Safijen, fjalët që nuk do t'i pëlqenin njeriut nëse do t'i dëgjonte, dhe përgjithësi njihen si përgojim, e thashetheme, dhe këto lloj sjelljesh i dërguari i Allahut i ka cilësuar aq të ndyra sa të ndotin detin. I dërguari i Allahut me ngulme ka ndaluar përgojimin, për arsye se mund t'i lëndojë njerëzit, të cënojë nderin dhe të dobësojë dashurinë dhe lidhjen mes njerëzve. Duke qenë bashkë me sahabët,
i ka pyetur ç'është përgojimi. Kur ata janë përgjigjur se Allahu dhe i dërguari i tij e din më mirë, ka thënë se përgojimi është përmendje e vëllait me diçka që nuk i pëlqen atij. Kur sërish njëri prej sahabëve e pyeti, por nëse ajo që themi për të është e vërtet, i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të thotë, nëse ajo që thua për të është e vërtet, atëherë e ke përgojuar. Nëse nuk është e vërtet, atëherë e ke shpifur për të. Veç kësaj që fjalët të konsiderohen si përgojim, nuk është e rëndësishme nëse personi për cilin flasim i ka apo jo ato që ne përmendim, por ka rëndësi fakti se ne flasim pas shpinës së tij fjalë të papëlqyeshme për të. Prandaj, ashtu siç fakti se dikush mund të jetë vërtet siç e përshkruajmë, apo mendimi ynë se të njëjtën gjë mund t'ja themi edhe në sy, nuk i jep kujt të drejtën për të përgojuar. Ofrimi një mbrojtje të tillë nuk e përliq përgojimin. Njeriu e bën zakon përgojimin duke u zhytur në kënaqësinë që arrin duke përgojuar, qoftë kjo edhe me çmimin e njollosjes së zemrës. Neveria e kësaj gjëje vihet në dukje edhe në fjalën hyjnore, ku përgojimi krahasohet me ngrënien e mishit të vdekurit. Mos e përgojoni njëri tjetrin. Mos vallë dëshiron ndokush prej jush të haj mishin e vllait vet të vdekur. Sigurisht që ju do ta urrenit këtë. Kijeni frikë Allahut. Vërtet, Allahu është pranues i pendimit dhe mëshirë plot. Në këtë ajet që ndalon kategorikisht përgojimin, tregohet edhe rruga për të çliruar nga kjo e keqe duke u bërë ditur se përmes pendesës tek Allahu, i cili është shumë i mëshirshëm me robërit e tij, mund të pastrohemi nga ky mëkat. Përgojimi, ashtu siç mund të jetë në lidhje me pamjen e jashtme apo me disa tëmeta fizike të dikujt, mund të përfshijë edhe familjen e personit, fisin, kombin, zakonin, moralin apo edhe fenë e tij. Edhe ngjitja e nofkave irrituese, lënduese dhe cënuese të nderit e të dinjitetit hyn në kuadrin e përgojimit. Teksa në përgjithësi bëhet me fjalë duke biseduar pas shpinës së dikujt, përgojimi mund të bëhet edhe me shenja, duke rrudhur buzët, me shenja dore, madje edhe duke lëvizur syt. Përgojim konsiderohet edhe imitimi i tjetrit, edhe nëse bëhet për zbavitje e humor apo për shaka. Njëherë, Hazreti Aisha në prani të dërguarit të Allahut, imitoi dikë dhe i dërguari i Allahut, duke mos e pëlqyer këtë gjë, i tha Aishës: edhe se kur botën të ma jepnin në duar, nuk do ta imitoja dika. Kur nuk më pëlqen një gjë e tillë. Përgojimi ndonjëherë edhe pse nuk bëhet haptas, mund të realizohet përmes shkrimit, aludimit dhe fjalëve nënkuptuese të shprehura me dinakëri. Madje përgojimi i këtij lloji, për vetë faktin se ngjall hamendje të këqija dhe dyshime, mund të krijojë gjendje më të rrezikshme se ato që thuhen haptas. Sido që të jetë, këto sjellje që nënçmojnë, e ulin dhe ja cënojnë nderin e dinjitetin njeriut, janë ndaluar rreptësisht dhe kategorikisht nga feja islame, e cila njeriun e konsideron si krijesën më të nderuar e më të vyer. Allahu i madhëruar, i cili urdhëron mjerë për çdo përbuzës që grumbullon pasuri dhe e ruan, duke menduar se ajo do ta bëjë të pavdekshëm, duke na njoftuar kështu se sjellje të tilla do t'i shpihen njerëzit drejt ndëshkimeve në jetën e amshuar. Pse vallë njeriu e rëndon ndërgjegjen e tij duke përgojuar me çmimin e prishjes karakterit, të njollosjes zemrës dhe të humbjes së miqve? Janë disa gjendje që e shtyn njeriu drejt përgojimit dhe përgatitjes terrenit për këtë. Njeriu mund t'i drejtohet përgojimit me qëllim që ta shuaj zjarrin e zemrimit dhe të urrëties brenda tij, duke mos marrë parasysh se do ta ndezë edhe më shumë të zjarr. Ose mund ta kapërcej përmes përgojimit të ndjenjen e zilisë dhe xhelozisë që nuk e mposh dot brenda vetes. Mund të përgojoj për mburje e dukje, për ta ulur tjetrin, duke mos e kuptuar se kësaj ul vetëm veten e tij.
Përgojimi është punë të privuarve të cilët mendojnë ta ngrejnë veten duke rrëfyer të metat e njerëzve dhe duke i nënvlerësuar ata. Me tendencën për të mbuluar gabimet e tij që janë aq shumë sa nuk numërohen dot, ndjen nevojën për të nxjerrë në pa të metat e tjerëve. Kështu, njeriu i cili nuk është pa të meta i përkryer, në vend që të shlyejë mëkatet e tij duke bartur në gjuhën e tij ato të tjerëve, ushton edhe disa të reja të vetave. Njeriu i cili vetë është aq mëkatar sa nuk mund ta gjykojë ta dënojë vëllain e tij, ashtu siç nuk do të bëhet i mirë duke nxjerrë në shesh turpin e tij dhe duke e sharë atë, nuk mund ta ngrejë veten duke i ulur të tjerët. Njeriu i cili nuk është në gjendje të veprojë me mendje të shëndosh dhe herë bëhet peng i ndjenjave të këqija e herë i mendimeve të gabuara, duke mos mundur ta mposhtë veten, përfundon në përgojim. Para se të përgojojë, njeriu i cili shkon drejt përgojimit orientohet drejt disa sjelljeve që lidhen me të. Së pari nis të ushqejë disa hamendje dhe dyshime të caktuara negative për personin që do të përgojojë. E një aspekt njeriu, para se ta përgojojë dikë me gjuhë, e përgojon me zemër duke menduar keq për të. Duke u mbështetur në dyshime të pathemelta, të pabaza e të pavërteta për vëllain e tij besimtar, të cilat në të shumtën e rasteve nuk kanë të bëjnë fare me realitetin, më pas fillon të zhbirojë me kurreshtjen se mos këto hamendje të këqija janë të vërteta. Në këtë mënyrë kalohet në një veprimtari tjetër të quajtur tajassus, që do me thënë zhbirim i fshehtësive të njerëzve. Përgojuesi, duke e bërë shprehi zhbirimin e sekreteve të tjerëve e gabimeve, të metave dhe mëkateve të tyre, i shfrytëzon ato si material për qëllimet e tij. I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, duke vënë në dukje se zhbirimi i të fshehtave do të pjellë përgojimin, i paralajmëron njerëzit për këtë rrezik me këto fjalë. O ju që keni besuar me gjuhë, ju në zemrat e të cilëve nuk ka hyrë besimi, mos i përgojoni muslimanët dhe mos zhbironi gjendjet e tyre të fshehta, sepse kushdo që zhbiron gjendjet e fshehta të tyre, edhe Allahu zhbiron gjendjet e tij të fshehta, dhe atë që e zhbiron Allahu e turpëron edhe në shtëpinë e tij, duke ja shpalosur ato që ka bërë fshehtas. Kur informacionet e përftuara përmes hamendjes keqe dhe zhbirimit që përbëjnë fazën përgatitore të përgojimit hidhen në fjalë, ndodh përgojimi. Për shkak se hamendja e keqe dhe zhbirimi prodhojnë përgojimin dhe për shkak të lidhjes së ngushtë mes tyre, Allahu i madhëruar paralajmëron robërit e tij në këtë mënyrë. O ju që keni besuar, manjanoni shumë dyshime se vërtet disa dyshime janë mëkat. Mos e zhbironi të metat dhe privatësinë e njëri tjetrit dhe mos e përgojoni njëri tjetrin. Pejgamberi ynë i dashur, i cili ka vënë në dukje se zhbirimi i gjendjeve të fshehta të njerëzve duke hamendsuar e përgojuar do të pjellë ngatresa mes tyre, ka urdhëruar që të mos i nxjerrim në shesh turpet, por t'i mbulojmë ato. Kur një musliman e mbulon turpin e tjetrit, Allahu fuqiplot ka dhënë si ariqin se do t'ja mbulojë një turp në botën e ahiretit. I dërguari i Allahut umetit të tij ja ka tërhequr vërejtjen ndaj sjelljeve që e zhdukin dashurinë dhe respektin mes njerëzve, si dhe ndaj sjelljeve që mbillin armiqësi, si zemrimi, urrejtja e zilia, dhe i ka këshilluar që të jenë vëllezër të njëri tjetrit. Ruhuni nga hamendjet e këqija, sepse hamendja është më rremja e fjalëve. Mos u përpiqni të dëgjoni dhe të shihni të metat e njëri tjetrit. Mos e zhbironi jetën tuaj private. Mos ushqeni xhelozi për njëri tjetrin. Mos u hidhroni mes jush duke ja kthyer shpinën njëri tjetrit. Mos ushqeni urrejtje dhe armiqësi për njëri tjetrin. O robër të Allahut, bëhuni vëllezër të njëri tjetrit.